të mbështetet për një sipërfaqe të caktuar, me bazën e llogarive të sakta, jo me bazën e hamendjeve siç përdor sot Ministria e Bujqësisë, të mendohet sa harxhon një traktor normal për të punuar 1 hektar tokë. Dhe kjo vlerë e naftës ose aksizës së naftës të jepem drejt për drejt fermerit në numrin e tij të llogarisë. Po duhet të jepet tash, para se të fillojnë punimi i tokës, jo të jepet në vjesht apo të përgjysmohet me bazën e atij parimit secili nga një thërrime. Pra, ka një skemë ka pas në vitet që kaluara, që nëse paratë nuk janë të mjaftueshme për një skemë të caktuar, atëherë bëhet një përpjestim midis sasisë së parave që janë disponibel dhe numrit të aplikuesve. Pra, edhe vendimi i Këshillit Ministrave që del çdo vit nuk aplikohet. Duhet patjetër të mbështetet teknologjitë e reja, duhet patjetër të mbështeten futja ose pajisja e bujqësisë shqiptare me mjete mekanike eficiente. Është për të ardhur keq që ne kemi një flotë të traktorëve dhe autokombajna shumë të vjetruar. Do thonë jo cila është arsyeja. Këto ka një konsumim shumë të lartë të naftës dhe si pasojë edhe kostoja e punimit tokës është shumë e lartë. Pra, janë një tërësi hallka që mund merren parasysh nga një qeveri e përgjegjshme, nga një ministri bujqësie që merr vesh nga bujqësia dhe nga fermerët në mënyrë të tillë që mund ta tejkalojmë. Edhe një thirrje të fundit. Duhet të merren masa të menjëhershme sepse jemi në një periudhë kritike. Në qoftë se fermeri nuk e punon tokën tani në mars prill maksimumi, ai gjithë prodhimi, gjithë cikli i prodhimit për këtë vit mbi 50% e tij, si thua, është prodhimi munguar. Edhe në qoftë se mbështetet më vonë, nuk ka mundësi që fermerit ta kthejnë kohën mbrapsht në mënyrë të tillë që të punojnë tokën, ta mbjellin dhe kështu me radhë. Pra, gjendja është e vështirë, ne mund të japim në rekomandime, por fatkeqësisht edhe në bisedat e mëparshme që kemi zhvilluar bashkë, askush nuk do t'ja dinë për fermerët, askush nuk do t'ja dinë për hallet dhe shqetësimet që ka bujqësia shqiptare. Edhe një pyetje të fundit, profesor, duhet një komision hetimor për papërgjegjshmërinë ose abuzimin që ndodh në raste të tilla her pas here jemi mësuar dhe me luftën në Ukrainë, mes Ukrainës dhe Rusisë, ku i duhet vetëm 24 orë luftë dhe në Shqipëri ndikon direkt në rritjen e çmimeve, ndërkohë që kur përfundon lufta ose përplasja, i duan ja 2 muaj karburantëve që të ulin çmimin. Pra, duhet një komision hetimor për të patur përgjegjës që të mos përsëritet kjo, të mos bëhet rrugë. Struktura shtetërore që janë të ngritura në çdo aspekt, qoftë tatimet, qoftë doganat, qoftë AKU-ja, qoftë institucionet e tjera, janë në punë. Normalisht ato paguhen me taksat tona. Dhe nuk duhen komisione ekstra, nuk duhen ndërmarrje të veçanta më shumë për të bërë bujë, për të bërë që të është show. Duhet që këto institucione që janë në punë duhet të punojnë. Dhe shpeshherë më duket sikur qeveria nuk merret me problemin, po merret me diskutimin rreth problemit. Pra nuk merret me zgjidhjen e çmimeve të naftës së fermerëve. Se kam dëgjuar asnjëherë ministrin e bujqësisë, kam dëgjuar asnjë person që të flasin për naftën e fermerëve, po merret me një komitet që do ngrihet atje dhe ky komiteti pastaj do diskutojnë për uljen e çmimeve, për vendosjen e tavaneve, për vendosjen një çmim a priori 2200 lekë dhe mbi këtë çmim do ndërhyhet, po cili është logjika ekonomike që deri në 2200 lekë çmimi është i përshtatshëm. Pastaj ky çmim 2200 lekë është i përshtatshëm, është i mundur të paguhet nga fermerët për të punuar tokën me traktorin e tyre, apo është më shumë, sepse ne kemi një numër shumë të vogël të traktorëve, rreth 12.000-13.000 traktorë në gjithë Shqipërinë, gjë e cila e bën që fermerët kryesisht ta marrin shërbimin e punimit tokës nëpërmjet një personi tjetër, gjë e cila i arrit akoma më shumë kosto. Pra gjendja është shumë e vështirë dhe ajo që është më e keqe, nuk shoh as tentativa për sa i përket bujqësisë, nuk shoh as gjasme për të bërë që po interesohemi për problemin e bujqësisë. Unë i qëndroj mendimit
të thënë edhe më sipër që fermerët duhet dalin në rrugë, duhet bllokojnë rrugët, duhet protestojnë, duhet si thua ta detyrojnë qeverinë shqiptare, Ministrinë e Bujqësisë që ajo të mendojnë rreth hallave dhe shqetësimeve të tyre.